përveç ata që unë i kam quajtur të përjashtuar, por asnjë demokrat aty, asnjë demokrat nuk kishte në mënyrë absolute që është me që ndjek PD-n dhe ka lidhje me PD-n. Kush? Artion Bajrami. Janë ata kanë krijuar, ata më falni minut. Kush? Cili do që ndjek Saljanin i mbyll hesapet me PD. Po. Ysen Kadiu nuk di të ishte aty fare. Mirë, në rregull. Shumë mirë. Absolutisht, cili do që ndjek atë do të ketë do vazhdoj lidhjet me te. Me Partinë Demokratike s'kan asnjë lidhje. Ja u them këtu. A nuk është ky një lloj përjashtimi edhe ndaj kritikëve zotë Berisha? Jo, s'janë kritik ata. Jo, nuk janë kritik. Jo, nuk janë kritik ata. Jo, nuk janë kritik ata. Shiko, them një gjë unë. Kritik ka sa të duhesh në gjirin e partisë që s'psojnë asnjë gjë dhe nuk pyet asgjë. Kurse ata kanë veprime konkrete kundër Partisë Demokratike. Në qoftë se ti, më fali minut. Në qoftë se ti, më fali minut. Prit minut. Në qoftë se ti ke qenë je larguar gjatë fushatës, atër ti një gjë është e sigurt, minimumi që vend drejtues nuk mund të marrish. Urdhë? Jo, nuk ishte në Burg. Në fushat ka qenë? Jo, nuk ishte në Burg. Jo, nuk ishte në Burg. Jo, nuk ishte në Burg. Tjetër kund. Tjetër kund. Tani kujt Zoti Berisha mund të besojmë ne atij të parë që thoshte se burgosi politik? Urdhë? Pra kujt Sali Berisha ti besojmë? Pra këtij që thoni ju tani apo atij të para disa muajve që bënte të burgosur politik? Po. Edhe prapë them, është i burgos, ka qenë i burgosur politik. Ndryshe kur nuk e konsiderohet atij. Po, çfarë përgjegjësie kam unë që u bë byrazer me Oltionin dhe Pllumin? Çfarë përgjegjësie kam unë? Çfarë përgjegjësie kam unë që u birësua tek Fania? Nuk kam unë përgjegjësi për ato. Nuk kam, jo, për një minutë. Cila është përgjegjësia ime? Përgjegjësia ime është kjo, unë t'i besoj. Po që Zoti Berisha ka bërë sot 18 lajme. Urdhë? News 24 kanë ndjekur gjithë procesin. Ju përgëzoj. Ju përgëzoj. Ju falenderoj. Jo vetëm ju përgëzoj, po ju falenderoj. Ju falenderoj, a më apo jo. Por unë them që lidhur me ata që largohen vetë, largohen. Nuk kam në qoftë se ti në mes fushatës shkon dhe punon për socialistët, si t'ja u thash atyre të dushit, po që s'ka lidhe me PD-n ata ma. Po punove partin tjetër në fushatë, s'kema lidhe me partin tënde. Zoti Berisha, ripërtëritja do të shohim frytet shumë shpejt.